Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 78 vjeçe dhe fëmijët më kanë lënë rrugëve. Quhem Lirie, jam 78 vjeçe. Dikur kam qenë nën e 3 fëmijëve që i rrita me duart e mia, i çova në shkollë me këpucë të vjetra, por kur pa bukë. Sot jam një grua që endet rrugëve të Tiranës me një trast të vogël dhe me zemër të madhe, por të thyer. Historia ime filloi të shëmbet ditën kur burri im ndëroi jetë. Me të u shua edhe shtëpia jonë. U nda më dysh, më tresh, u coptua si një plaçke vjetër mes 3 fëmijëve që dikur betoheshin se nuk do të më linin kurrë vetëm. Në fillim shkova të jetoja te vajza. Vajza ime quhet Mira. Ajo më priti me buzë të varura, jo me buzë qeshe. Unë heshtja gjithë ditën, ndërsa ajo më fliste me tone që nuk i njihja. Një natë dëgjova t'i thoshte burrit: "Sa do rri këtu kjo plak, po më ha shpirtin." Ato fjalë më këputën këmbët. U bëra pesh për fëmijën që mbajta 9 muaj në bark. Pak javë më vonë më shpërngulën te djali i madh. Aty filloi feri i vërtet. Gruaja e tij nuk më donte, më fliste me ti, më përplaste pjatën në tavolinë, më gërmonte në përroba, më thoshte se përdosja shtëpinë me erë ilaçesh. Një ditë djali më tha pa asnjë mëshirë: "Nuk të mbaj dot më, duhet të gjesh një zgjidhje tjetër." Zgjidhja e tyre ishte rruga. Kur shkova te djali i vogël më priti me buzë të ngrira. "Mami, un kam jetën time, nuk kam vend për ty, nuk mund të përgjigjem për ty." Isha 78 vjeçe me duart që dridheshin, me trup të lodhur, dhe ai më tha se nuk mund të përgjigjej për mua. Më dha një trast me rrobat e mia, një batanie të hollë dhe më çuan tek stacioni i autobusit. "Do të rish këtu përkohësisht," më tha vajza. E përkohshmja ime u bë e përhershme. U gjenda në rrugë, pa çelës, pa dhomë, pa njerëj. Në fillim flija te shkallët e pallateve, më pas në stacion e autobusi. Kur binte shi hyja në hyrje pallatesh dhe lutesha të mos më nxirrnin. Disa më mëshironin dhe më jepnin çaj të ngrohtë, disa më shihnin sikur po ua sillja ters. Por dhimbja më e madhe nuk është uria, as i ftohti, është heshtja e fëmijëve të mi. Asnjëri nuk më ka telefonuar, jo një herë, por edhe sikur në rrugë kur të më shihnin të më flisnin. Nuk ka pasur interesimin më të vogël. Tani ata jetojnë mirë, me shtëpi të bukura, me makina të shtrenjta. Po unë jam bërë një kujtim që nuk duan ta shohin. Trupi i tyre i gjallë. Një natë, teksa rria në stol, pash vajzën time të kalonte me makinë. E pash shumë qartë, kaloi afër. Ajo uli kokën që të mos më shihte, sikur unë të isha një njollë mbi dërgjegjen e saj. Atë natë kam qarë si fëmijë. Qava për vitet që dhash, për shpinën që më kthyen, për dashurinë që u kam dhënë pa mas. Qava sepse kisha frikë se do të vdisja vetëm. Sot ende rri në të njëjtin stol, me shpresë që ndonjë prej tyre do të kthehet. Jo me para, jo me dhoma të mëdha, vetëm me një fjalë, një përqafim, një "mami, hajde në shtëpi." Por e di që nuk do vi askush, sepse unë jam bërë si ato librat e vjetër që nuk i hap me njëri, dikur shumë të dashur dhe sot të panevojshëm. Dhe megjithatë, çdo natë që mbyll syt lutem për ta, edhe pse më kanë lënë rrugëve, unë prap i dua. Kjo është tragjedia më e madhe e një nëne.